Përshëndetje të gjithëve. Mel Gibson po bën filmin e ri, por ai nuk do të bazohet në Biblën që njohim sot, por në Biblën e Etiopisë. E dëgjuat mirë, në Biblën e Etiopisë. Dhe nëse del ky film ashtu siç e përshkruan Mel Gibson, unë them se do të ndryshojë njëherë përgjithon besimet fetare, do të tund themelet, jo vetëm të krishterimit, por e të gjitha besimeve fetare, dhe do t'ju them se përse. Sepse nga këtu do kuptojmë jo vetëm një besim fetar, por edhe besimet fetare në përgjithësi, por njëkohësisht edhe se në çfarë bote jetojmë. Ndiqeni me kujdes. Si gjithmonë, kush është rastësisht, nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish, dhe faleminderit që jemi për bashkë. Duhet të dini që ekziston një libër më i vjetër se Bibla. E dëgjuat. Po, një libër më i vjetër se Bibla, dhe është se Bibla që njohim me fjalë, dhe thuhet që është 500 vjet më i vjetër se Bibla që njohim. Pra ka një Bibël tjetër e quajtur Tewahedo. Tewahedo ose Tewahedo është një libër i Etiopisë, nga Etiopia, dhe thuhet që ky libër është 500 vjet më i vjetër se nga librat që njohim sot. Tani Mel Gibson po përgatit filmin The Resurrection of Christ, pra rilindja ose mirë ringjallja e Krishtit. Dhe ky do të jetë ai filmi që do të konkretizoj të gjitha ato çfarë janë folur në filmat që ka bërë deri tani të Krishtit, pra Mel Gibson. Por ai thot që së bashku me producentët e tjerë ka 7 vjet që po studion këtë, sepse nëse mbani mend, para 2 viteve tha që do bënte filmin tjetër dhe nuk e bëri. Pikërisht pra sepse ai ka vite që po kërkon. 7 vjet janë shumë. Një grup studiuesish që paguen për këtë kanë arritur në konkluzion që Bibla e Etiopisë është ajo më e kompletuar. Tani lind pyetja: kush e ka bërë atë të krishterimit, pra librat e krishterimit, sepse duhet të dini që librat e Etiopisë, pra të Biblës së Etiopisë, janë 81, kurse ato të krishterimit janë 72, 73. Pra janë shumë më pak. E para njërë, pse mungojnë, pra në gjuhët e tjera ose mirë në krishterim? Për çfarë arsye? Kush i shkruajti? Dhe pse këto të Etiopisë, pra librat e Etiopisë, mbajnë disa sekrete që nuk janë përmendur kurrë në librin, pra në Biblën që njohim sot. Çfarë fshihet në to? Tani unë do t'ju them se çfarë mendojnë këta. E para njëri që është edhe një gazetar i famshëm që ka vite ai ka shkruar dhe libra, që quhet J.J. Benitez, dhe ky J.J. ka folur për një ka bërë e vërteta e Jezusit. Ka bërë një libër, ka bërë disa libra, por e vërteta e Jezusit ka bërë bujë të madhe, dhe ai thot që Jezusi thot nuk është ai që ne mendojmë thot në botën e krishterimit, por ka lindur diku tjetër. Në fakt, në qoftë se keni vënë, ne kemi bërë një emision për sa i përket një vendit më antik që përulen njerëzit dhe në lartësinë më të madhe që gjendet në Etiopi. Nuk e di e keni vënë re apo jo, kemi bërë një video para 2-3 viteve, dhe në këtë vend shkojnë ende sot pelegrinazhe që ngjiten në për shkëmbinj. Pra nuk ka një urë, nuk ka një vend të qetë që ti mund të shkosh, por duhet të ngjitesh në përgur. Dhe është e çuditshme që aty nuk ka vdekur askush. Me fjala gur të pjerrët, po flas, 2000 metra lartësi ai mali, dhe tregohet që kjo është vetëm një pjesë e vogël e asaj çfarë fshihet brenda Biblës së Etiopisë, pra brenda këtyre 81 apokrifeve ose 81 librave. Dhe sipas gjasave, ajo gjeneza që është e vërteta, mendohet që nuk është aty ku ka qenë, e para njërë, e Jezusit. Dhe tjetra, mendohet që resurrection, ose më mirë, ajo rilindja e tij ka qenë pikërisht në Etiopi. Dëgjuat mirë. Tani, nëse ka zbuluar që është në Etiopi, si është e mundur që thuhet që ishte diku tjetër? Kjo është tepër e rëndësishme, po flas me superlativa sepse ka disa që njeriu
është mësohet shumë me një informacion. Nëse i thua një besimtari është kështu siç e kanë zbuluar sot, ai nuk ka shans që të ndryshojë nga ai mendim sepse e ka mësuar prej vitesh atë dhe e ka ngulitur në tru. Ai mund t'jap dhe jetën, mund të vrasi për një informacion të tillë, sepse nuk ka logjik ai për momentin nuk ka logjik, sepse çdo qeliz e tij ka atë informacion. Si mund ta ndryshojë ai atë informacion? Gjithmonë ndryshimet bëjnë revolucion, pra krijojnë probleme ose krijojnë martir. Tani nëse u shfaq ose nëse u ringjall në Etiopi, po sikur të ketë qenë nga Etiopia. Në fakt, ç'është e vërteta në këto përshkrimet që bëjnë të Jezu Krishtit, në përgjithësi në disa shkrimet të vjetra, tregohet që Jezu Krishti ka qenë me ngjyrë. Tani, nëse ka qenë me ngjyrë, pse duhet ta përshkrojnë të bardhë? Nëse po flasë, nëse ka qenë ngjyrë ulliri apo ngjyrë tjetër apo mulat. Tjetra që është akoma më e rëndësishme, është pash intervistën e një prifti nga Etiopia, një prift që thot, shikoni thot, ajo që kanë shkruar thot në Biblën, një Biblë që njihni ju thot, nuk ka lidhje fare thot me Biblën e vërtet, sepse Bibla e vërtet thot gjendet vetëm këtu tek ne. Dhe ka disa vende thot që unë nuk mund t'ju çoj thot, me fjalë edhe edhe duke dashur që të informohemi thot për të patur informacione më të shumta, sepse çdo gjë thot që njihni thot do të ndryshojë përgjithmonë thot. Madje edhe ne vetë thot nuk do të ekzistojmë më thot, nëse do tregohet e vërtet ashtu siç është. Tani çfarë fshihet që ky prifti di? Nuk është vetëm një, keni me qindra aty që flasin me fjalë nga Etiopia po flasë, pra priftërinj që nga Etiopia që thonë që ruajnë disa sekrete në disa zona, disa vende që nuk janë për botën. Dhe e përsëris, janë priftërinj, nuk janë njerëz të thjesht, nuk po flasin këtu për historira, por po flasin për një besim. Dhe duhet të dini që në Etiopi ka disa zona që kanë një mendim tjetër për besimin. Janë kaq të devotshëm ende sot, që mund t'japin edhe shpirtin e tyre për besimin. Dhe duhet të dini që aty ka shumë ortodoks, me fjalë ortodoks, kristian, para të besimit, le të themi, perëndimor. Dhe po nuk është i sotëm, nuk është se lindën tani. Këtë besime kanë prej mijëra vitesh. Tregohet që ky shkrim, pra shkrimet e Biblës së Etiopis, Tewahedo është i vite, me fjalë lindi ose u përpilua nga shekulli 500 i erës son. Pra pas vitit 0, në vitet 400 ca 500 u fillua që u përpilua. Pra që u vendosën në një libër të tërë. Por, siç thash, janë 81 libra kundrejt Krishtërimit që ka 72. Dhe pyetja është, çfarë fshihet në këta libra, sepse nëse ka më shumë shkrime, ka diçka më shumë, apo jo? Çfarë fshihet në këta libra që në këto Biblë që ne njohim nuk njihet? Dhe tjetra, çfarë do të flas tani Mel Gibson, ka bërë një intervistë nëse shikoni, një intervistë para pak ditësh, çfarë do të shfaqi ai, çfarë do të thotë që do të tunë themelet. Një gjë, të mani mend një diçka. Mel Gibson, se dikush mendon që mund të jetë ndonjë që nuk beson. Mel Gibson është një nga besimtarët më të mëdhenj në botë. Ka disa gjëra e kemi thënë dhe këtu, ka disa gjëra që ai beson, sepse asgjë s'është rastësi, thot ai, edhe flet shumë në mënyrë të drejtë për drejtë. Bile ai lutet çdo ditë, shkon në vende të shenjta, jo shpeshherë jo në kishtot, por në vende të shenjta, ku ai mendon vend i shenjtë, një vend edhe në hapësirë, dhe lutet. Pra është një besimtar i devotshëm, por thotë që e vërteta duhet që të dali në pa. Çfarë do thot ai dhe çfarë do të ndodhë nëse ai do flas një gjë të tillë, me fjalë një sekret. Çfarë sekreti? Po sikur Bibla të jetë vërtet, me fjalë shkrimet apokrife, ato të parat jenë
të Etiopisë dhe janë marrë pastaj janë përgatitur për të krijuar një besim që ai që njohim. Pra ju çfarë mendimi keni? Pres komentues sepse ky është një pas gjithë intervistën, do se për dikë këto janë gjëra që normale, mos harroni një diçka. Në qoftë se fillojnë të thuhen të vërteta, atëherë tundin themelet e asaj që njohim. Dhe nga këtu fillon një revolucion. Besimi kulturor, financiar, çfarë të doni. Pra varet se çfarë prek. Pres komentet tuaja ditë mbar sot.